U tha se morën qëllimisht karton të verdh ndaj Atalantës, UEFA merr vendimin për dy yjet e Bayernit. Pas marrjes së kartonëve të verdh, u spekulua se Joshua Kimmich dhe Michael Olise mund të përbolleshin me pezullime më të gjata, por tani të dy lojtarët dhe Bayern Munich mund të marrin frymë lehtësisht. Sipas raportimeve nga media ndërkombëtare, asnjëri nuk do të marrë pesullime të gjata nga UEFA, që do të ndikonin në ndeshjen e parë të çerekfinales së Ligës së Kampionëve. Megjithse UEFA shyrtoi incidentet, nuk gjeti sjellje të rënda nga ana e të dy lojtarëve. Kështu Kimmich dhe Olise do të mungojnë vetëm në ndeshjen e kthimit kundër Atalantas të mërkurën e ardhshme. Me rezultatin 6-0, të dy lojtarët morën qëllimisht kartonin e tretë të verdh në 15 minutat e fundit, duke humbur kohë gjatë ekzekutimit të goditjeve standarde. Me këtë, ata dëshironin të shmangnin një pezullim për një çerekfinale të mundshme kundër Real Madridit ose Manchester Cityt. Ndërsa Olise mbeti i heshtur si zakonisht pas ndeshjes, Kimmich dha një shpjegim për kartonin e verdh që UEFA duket se e pranoi. Në të gjitha intervistat televizive, ai theksoi se nuk kishte opsione se ku të pasonte tek bashkëlojtarët e tij kur ekzekutoi goditjen e lirë dhe se nuk donte të luante në presionin e kundërshtarit. Po ju si mendoni? A ishte i drejtë ky vendim i UEFA-s? Na tregoni në hapësirën për komente.